Në mes të funeralit, pastruesja bërtet, nëna jote është gjallë, ko arkivol është një mashtrim në go bashkëshortja jote Gjoni, i pështjelluar, urdhëron të hapet arkivoli, dhe ai është bosh. E vërteta shpërthen para të gjithëve në një kishë në Korçë, duke e shndërruar zinë në skandal. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Salla e kapelës ishte zhytur në një gjysmërësirë elegante, e ndriçuar vetëm nga qirinjt e vendosur në shandane argjendi që reflektonin hije vallëzuese në muret e veshura me dru fisnik. Aroma e zambakëve të bardhë mbulonte ambientin, e përzier me aromën diskrete të temjanit që ngjitej në spirale të holla drejt tavanit të lartë. Njerëz të veshur me të zeza zinin stolat e veshur me tapiceri, duke përshpëritur ngushëllime me zë të ulët, duke ndarë kujtime dhe duke fshirë lotët me shami pëllure. Atmosfera ishte e një respekti solemn, e atij lloji lamtumire të rezervuar për familjet e rëndësishme të Tiranës, ku çdo detaj ishte planifikuar me kujdes për të nderuar një jetë që gjoja kishte ardhur në fund. Në qendër të kapelës, i ngritur mbi një bazë të mbuluar me një pëllur kadife ngjyrë vishnje, qëndronte një arkivol prej druri mahagoni të lustruar, me detaje bronzi që shkëlqenin në dritën e qirinjve. Kapaku ishte i mbyllur, i vulosur, i paprekshëm. Lule të bardha dhe ngjyrë fildishi mbulonin pothuajse të gjithë sipërfaqen, duke formuar kompozime të përpunuara që duhet të kishin kushtuar një pasuri. Rreth e rrotull, kurora me lule të dërguara nga biznesmen, politikan dhe miq të familjes ishin grumbulluar, secila me një fjongo sateni që mbante mesazhe zije dhe mirënjohjeje. Ishte një funeral i njerëzve të rëndësishëm, nga ata që zën faqet mondane të gazetave dhe mobilizojnë elitën tiranase. Ardiani ishte ulur në stolin e parë, pranë gruas së tij Valbonës dhe vajzës Jona. Ai mbante shikimin të ngulitur tek arkivoli, duke u përpjekur të përpunonte humbjen e papritur që e kishte goditur si një grusht i thatë në gjoks. Zonja Elena, nëna e tij, ishte larguar kaq shpejt. Një javë më parë, ajo ishte në shtëpi, e kthjellët si gjithmonë, duke u kujdesur për bimët e saj në balkonin e apartamentit në blok, duke komentuar për motin dhe duke i kërkuar që ta vizitonte më shpesh. Dhe tani, ja ku ishte ai, i paaft t'i thoshte lamtumir, sepse as nuk kishte mundur t'ia shite fytyrën për herë të fundit. Valbona ja shtrëngonte dorën me një forcë të kontrolluar, sikur donte t'i transmetonte mbështetje, por kishte diçka në ngurtësinë e gishtërinjve të saj që e bënte Ardianin të ndiej i parehatshëm. Ajo mbante një qëndrim të patëmet, fustanin e zi me prerje të hollë, flokët e mbledhur në një topuz elegant, grimin diskret që fshinte çdo gjurmë emocioni të vërtetë. Pranë saj, Jona, vetëm 15 vjeçe, shikonte arkivolin me sy të kuq dhe të hutuar, duke kafshuar buzën e poshtme sikur përpiqej të përmbante diçka që nuk mund ta emërtonte. Prifti, një burr në moshë të mesme me flokë të thinjur dhe zë të butë, kishte filluar ceremoninë. Ai fliste për jetën toksore, për prejen e përjetshme, për paqen që i priste ata që kishin jetuar me drejtësi. Ardiani i dëgjonte fjalët si një jehon të largët, i paaft t'i lidhte me realitetin e asaj situate. Si mund të ishte larguar nëna e tij kaq shpejt? Si nuk pati kohë për lamtumira, për biseda të fundit, për një përqafim të fundit? Valbona ishte kujdesur për gjithçka, kishte organizuar funeralin me një shpejtësi mbresëlënëse, kishte njoftuar të afërmit, kishte kontraktuar agjencinë funerale. Ai ishte mirënjohës për efikasitetin e saj, sepse nuk ndihej i aftë të merrte vendime në atë moment. Por tani, i ulur aty, me arkivolin e mbyllur para tij, Ardiani filloi të ndjente diçka të çuditshme. Një dyshim i vogël, pothuajse i padukshëm, që rritej ngadalë si një njollë boje mbi letër thithse. Pse ishte arkivoli i mbyllur? Valbona i kishte shpjeguar se kishte qenë një dëshirë e shprehur nga zonja Elena, e cila kishte qenë gjithmonë diskrete dhe nuk do të donte të ekspozohej në atë mënyrë. Por nëna e tij kur nuk ja kishte përmendur këtë. Përkundrazi, në bisedat e kaluara mbi temën e pashmangshme të vdekjes, ajo gjithmonë thoshte se do të donte një lamtumir të thjeshtë, me fytyrën të dukshme, në mënyrë që njerëzit të mund të shihnin se ajo ishte larguar në paqe. Ceremonia po ndiqte rrjedhën e saj kur, papritur, një lëvizje e vrullshme në hyrje të kapelës ndërpreu heshtjen respektuese. Të gjithë shikimet u kthyen prapa, ku një grua në moshë të mesme, e veshur thjesht, po ecte përgjatë korridorit qendror me hapa të sigurt dhe të vendosur. Ishte Mira, punonisja që kujdesej për zonjën Elena prej gati 10 vitesh. Ajo ishte pushuar nga puna papritur nga Valbona 3 ditë më parë, pa shpjegime të qarta, vetëm me një zarf që përmbante pagesën e detyrimeve dhe një kërkesë të ftohtë që të mos kthehej më.
Mira ecte me fytyrë të tensionuar, duart I dridheshin lehtë, por syt I kishte të ngulitur tek arkivoli. Ajo nuk vishte të zeza. Kishte veshur një bluzë të çelët dhe një fund të errët, rroba të zakonshme që binin në kontrast me elegancën funebre të ambientit. Disa njerëz pëshpëritën të habitur, të tjerë rrodhen vetullat në mosmiratim. Valbona u kthye vrullshëm, sytë e zgurdulluar në një përzierje habie dhe zemërimi të përmbajtur. Prifti ndaloi së foluri, I hutuar nga ndërprerja. Mira ndaloi disa metra larg arkivolit, mori frym thellë dhe pastaj, me një zë që bëri jehon në të gjithë sallën, tha me zë të lartë dhe të qartë. Ky arkivol është bosh. Zonja Elena nuk ka vdekur. Ajo është gjallë. Heshtja që pasoi ishte absolute, sikur koha të kishte ngrirë. Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi, goja I u tha. Ai shikoi Mirën sikur nuk I kuptonte fjalët që ajo sapo kishte shqiptuar. Pran ti, Valbona u ngurtësua, gishtat I u ngulën në pëllëmbën e dorës së saj. Kjo është absurde, Valbona u ngrit papritur, zëri I kontrolluar por therrës. Kjo grua ka dalë menç. Ajo u pushua nga puna dhe tani vjen këtu të shkaktoj këtë skandal. Thirrni rojet. Por Ardiani gjithashtu u ngrit duke injoruar gruan e tij. Ai shikoi Mirën dhe diçka në shikimin e saj, në sigurinë e dëshpëruar që buronte nga çdo pore I saj, bëri që dyshimi që ai ndjente të shndërrohej në diçka më të madhe. Çfarë po thua, Mira? Mira gëlltiti pështymën, duke e ditur se ai ishte momenti vendimtar. Unë e pash zonjën Elena dje, zoti Ardian. Ajo është gjallë. E pash duke u dërguar në një vend që nuk ishte spitali që zonja Valbona informoi. U përpoqa të flisja me ju, por nuk munda. Më blokuan telefonin, më penguan të hyja në shtëpi. Më duhej të isha këtu sot sepse e di që e gjithë kjo është gënjeshtër. Pëshpëritjet mes të ftuarve shpërthyen. Njerëzit u ngritën duke shikuar nga Mira tek Ardiani, nga Ardiani tek Valbona. Prifti u tërhoq disa hapa prapa, plotësisht I humbur se si të vepronte. Jona u ngrit gjithashtu, sytë e ngulitur tek ema, duke kërkuar përgjigje që askush nuk po I jepte. Valbona u përpoq të rifitonte kontrollin. Ajo po gënjen. Nuk do t'i besoni një punonjëse të pakënaqur që u pushua nga puna me arsye. Vjera ime ndërroi jetë në spital, ka raporte mjekësore, ka dokumente. Kjo është një shpifje absurde. Atëherë trego trupin, tha Ardiani, dhe zëri I tij e befasoi edhe vet atë. Qëndrueshmëria me të cilën foli, toni që nuk pranonte refuzim. Nëse nëna ime është në këtë arkivol, nëse e gjithë kjo është gënjeshtër siç thua ti, atëherë nuk ka asnjë problem të hapim arkivolin tani, këtu, para të gjithëve. Valbona u zbe. Ardian, mos u bëj qeshara. Nuk mund të përdosim kujtimin e nënës tënde për shkak të një akuze pa bazë. Por Ardiani tashmë po ecte drejt arkivolit. Ai ndjeu një forcë të çuditshme ta pushtonte, sikur të gjitha shenjat që kishte injoruar, të gjitha përgjigjet e paqarta, të gjitha pengesat që Valbona kishte vendosur mes tij dhe nënës së tij muajt e fundit, papritur fituan kuptim. Ai u kthye nga përgjegjësia e agjencisë funerale, I cili po vëzhgonte skenën nga ana e kapelës. Hapeni arkivolin. Burri hezitoi, duke shikuar nga Ardiani tek Valbona, qartësisht I parehatshëm. Zotëri, nuk mund ta bëj këtë pa autorizim formal nga familja. Unë jam djali. Unë autorizoj. Hapeni tani. Ardian, Valbona u afrua, duke u përpjekur ta kapte nga krahu. Të lutem, je në shok, nuk e di se çfarë po bën. Le të dalim nga këtu, të flasim me qetësi. Por Ardiani u shkëput prej saj me një lëvizje të vrullshme. Për herë të parë në vite, ai e pa gruan e tij qartë, pa filtrat e zakonit dhe besimit automatik. Dhe ajo që pa e frikësoi. Sytë e saj nuk tregonin dhimbje, as habi, as indinjad. Tregonin panik. Hapeni arkivolin, përsëriti ai, tani duke e shikuar drejt për drejt Valbonën. Nëse nuk ke asgjë për të fshehur, nuk ka asnjë problem. Përgjegjësia e agjencisë funerale, I presionuar nga shikimet e dhjetëra njerëzve dhe këmbëngulja e Ardianit, më në fund u dorëzua. Ai I bëri shenjë dy ndihmësve, të cilët u afruan me mjete të përshtatshme për të zhbllokuar bravat dekorative. Procesi ishte I ngadalë dhe I sikletshëm, çdo sekond duke rritur tensionin në ambient. Disa njerëz u larguan, të tjerë u afruan, duke formuar një gjysmë rreth arkivolit. Jona mbuloi gojen me duar, sytë e ngulitur në skenë.
Mira qëndronte në këmbë, e palëkundur, edhe pse dridhej nga brenda. Kur kapaku më në fund u ngrit, tingulli i metalit që hapej bëri jehon në për kapel si një bubullim. Ardiani bëri një hap përpara, zemra i rrite aq fort sa që ndjente pulsin në tëmtha. Ai shikoi brenda arkivolit. Dhe nuk kishte asgjë. Vetëm veshja e brendshme prej satenit të bardhë, e pa tëmet, e pa prekur. Asnjë trup, asnjë gjurmë, asnjë prani. Vetëm boshllë. Heshtja u zëvendësua nga pasthirma tronditjeje. Njerëzit bërtitën, të tjerë u tërhoqën, shumë nxorën celularet për të fotografuar ose filmuar. Ardiani mbeti i paralizuar, i paftë të përpunonte atë që po shite. Këmbët ju dobësuan dhe ju desh të mbështetej në anën e arkivolit për të mos rënë. O Zot, pëshpëriti dikush. Është e vërtetë. Nuk ka njeri. Valbona bëri disa hapa prapa, fytyra tani plotësisht e bardhë. Ajo shikoi përreth duke kërkuar një dalje, por ishte e rrethuar nga shikime akuzuese. Jona ju afrua, zëri i dridhej. Mami, çfarë po ndodh? Ku është gjyshja? Valbona nuk u përgjigj. Ajo thjesht tundi kokën, sikur refuzonte të pranonte se ajo po ndodhte. Ardiani u kthye nga ajo, sytë e kuq, zëri i ngjirur. Ku është nëna ime, Valbona? Ajo u përpoq të fliste, por asnjë fjalë nuk doli. Mira, e cila deri në atë moment kishte qëndruar në heshtje, bëri një hap përpara. Unë mund t'ju çoj tek ajo. E di ku është zonja Elena. Ardiani shikoi Mirën dhe për herë të parë në ditë, ndjeu diçka që nuk ishte vetëm dhimbje apo konfuzion. Ndjeu shpresë. Një shpresë e brishtë, e frikshme, por reale. Më ço tek ajo. Tani. Mira pohoi me kokë. Por para se të mund të dilnin, Valbona më në fund gjeti zërin e saj, dhe ajo që tha zbuloi dëshpërimin absolut që e kishte pushtuar. Ju nuk kuptoni. Ju nuk kuptoni asgjë. Ajo ishte në rrugën time. Ajo gjithmonë ka qenë në rrugën time. Gjithçka që ndërtuam, gjithçka që planifikuam, ajo e bllokonte. Më duhej të bëja diçka. Heshtja u kthye, akoma më e rëndë. Ardiani shikoi gruan e tij sikur ta shihte për herë të parë. Dhe ndoshta ishte vërtet hera e parë që ai shikonte se kush ishte ajo në të vërtetë. Çfarë i bëre? Pyeti ai, zëri i ulët, por i ngarkuar me një emocion që nuk mund ta përcaktonte. Valbona nuk u përgjigj. Ajo thjesht ktheu shpinën dhe u përpoq të dilte, por disa të ftuar bllokuan daljen. Dikush tashmë kishte telefonuar policinë. Prifti, plotësisht i humbur, pëshpëriste lutje me zë të ulët, pa ditur si të reagonte ndaj atij kaosi. Ardiani u kthye nga Mira. Më ço tek nëna ime. Të lutem. Mira tundi kokën dhe së bashku filluan të dilnin nga kapela. Jona i ndoqi, duke injoruar protestat e dobëta të SM-s. Ndërsa ecnin përgjatë korridorit, Ardiani ndihej sikur po zgjohej nga një makt i gjatë, por në të njëjtën kohë po hynte në një tjetër akoma më të errët. Çdo hap që hidhte ishte një hap drejt të vërtetave që nuk e dinte nëse ishte gati t'i përballonte. Mira i udhëhoqi deri në parking, ku hipën në makinën e Ardianit. Gjatë rrugës, ajo tregoi gjithçka. Si zonja Elena kishte filluar të izolohej gradualisht. Si vizitat ishin bllokuar, përfshirë edhe të sajat. Si, 3 ditë më parë, ajo ishte kthyer në apartament për të marrë disa sende personale që kishte harruar dhe kishte parë burra duke mbartur zonjën e saj, e cila duke je droguar drejt një furgoni pa shenja identifikimi. Si ishte përpjekur të ndërhynte dhe ishte kërcënuar. Si e kishte ndjekur furgonin në mënyrë diskrete dhe kishte zbuluar adresën e një klinike private në rrethinat e qytetit, një vend diskret, pothuajse i fshehur, që nuk dukej të kishte regjistrim zyrtar. Ajo nuk bënte rezistencë, tha Mira, lotët më në fund duke i rrjedhur. Ajo ishte aq e dobët, zoti Ardian. Aq e dobët. Dhe askush nuk pyeti asgjë. Askush nuk verifikoi. Thjesht e morën. Ardiani dëgjonte në heshtje, duart të shtrënguara në timon, sytë të ngulitur në rrugë. Pranë tij, Jona qante në heshtje, e përqafuar me veten. Imazhi i gjyshes, gjithmonë aq e fortë dhe prezente, duke u trajtuar në atë mënyrë, ishte diçka që ajo nuk mund ta përpunonte. Kur më në fund arritën në klinik, ishte një ndërtesë e ulët, me pamje të thjeshtë, e rrethuar me mure të larta dhe porta hejkuri. Nuk kishte asnjë tabelë treguese, vetëm një numër në hyrje.
Ardiani zbriti nga makina me nxitim, Mira dhe Jona menjëherë pas tij. Policia tashmë ishte njoftuar dhe ishte rrugës, por ai nuk mund të priste. Ata hynë në recepcion, ku një grua me bluzë të bardhë u përpoq t'i ndalonte. Ardiani nuk i kushtoi vëmendje. Ai kaloi korridorin duke hapur dyrë, duke thirrur për nënën e tij, derisa në një dhomë në fund e gjeti. Zonja Elena ishte shtrirë në një krevat spitali të thjeshtë, e lidhur me serume, fytyra e zbet dhe e dobët, sytë e mbyllur. Por ajo po merrte frym. Ajo ishte gjallë. Ardiani vrapoi drejt saj, duke i mbajtur dorën me kujdes, sikur të kishte frikë se mos thyej. Mami. Mami, unë jam. Jam këtu. Zonja Elena hapi sytë ngadalë, e hutuar, e çorientuar. Ju deshën disa sekonda për të fokusuar në fytyrën e djalit të saj. Kur më në fund e njohu, tiparet e saj u tkurën në një shprehje lehtësimi dhe lodhjeje. Ardian, pëshpëriti ajo, zëri i dobët. Ti erdhe. Po, mami. Jam këtu. Ti je e sigurt tani. Jona u afrua gjithashtu, duke mbajtur dorën tjetër të gjyshes, duke qarë hapur. Mira qëndroi në derë, e lehtësuar, por edhe e shqetësuar për atë që do të vinte më pas. Policia mbërriti disa minuta më vonë, e shoqëruar nga një ekip mjekësor urgjence. Zonja Elena u transferua menjëherë në një spital të vërtetë, ku do të vlerësohej dhe trajtohej siç duhet. Ardiani nuk u largua nga ana e saj as për një sekondë, sikur të kishte frikë se, nëse e humbiste nga sytë, ajo do të zhdukej përsëri. Ndërkohë, në kapel, Valbona po merrej në pyetje. Ajo ishte përpjekur të qëndronte e fortë, duke mohuar gjithçka, por provat filluan të grumbulloheshin. Përgjegjësia e agjencisë funerale, i presionuar, pranoi se ishte paguar për të siguruar një arkivol bosh. U gjetën dokumente false. Regjistrimet bankare tregonin transferta të dyshimta. Dhe kështu, ajo që duhej të ishte një funeral i heshtur dhe respektues u shndërrua në fillimin e një skandali që do të trondiste jo vetëm familjen, por të gjithë shoqërinë tiranase. Lajmi u përhap me shpejtësi. Gazetarët filluan të grumbulloheshin në spitale, në komisariate, në derën e kapelës. Kamerat kapnin çdo lëvizje, çdo deklaratë, çdo detaj të ri të zbuluar. Ardiani, i ulur pranë nënës së tij në spital, i mbante dorën ndërsa ajo flinte, më në fund e sigurt. Ai shikonte fytyrën e saj, rrudhat që shënonin një jetë të gjatë dhe intensive, dhe ndjente një përzierje zemërimi, faji dhe mirënjohjeje. Zemërim që nuk e kishte kuptuar se çfarë po ndodhte. Faj që i kishte besuar verbërisht Valbonës. Mirënjohje për Mirën, e cila kishte rrezikuar gjithçka për të shpëtuar gruan që e kishte strehuar kaq shumë vite më parë. Jona ishte ulur në anën tjetër të krevatit, gjithashtu në heshtje, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte ndodhur në orët e fundit. Ajo mendonte për të ëmën, personin që mendonte se e njihte, dhe pyeste veten se si gjithçka mund të kishte arritur në atë pikë. Si mundet dikush të bëjë diçka kaq mizore, kaq të llogaritur, me dikë të familjes së vet jashtë dhomës? Mira bisedonte me policët, duke raportuar gjithçka që dinte, gjithçka që kishte parë. Ajo ishte e lodhur, e raskapitur emocionalisht, por gjithashtu ndjente një ndjenjë të çuditshme të detyrës së kryer. Kishte bërë atë që ishte e drejtë, edhe pse e dinte se kjo mund t'i kushtonte gjithçka. Ndërsa nata binte mbi Tiranë, dritat e qytetit filluan të ndizeshin në një ysi urbane që shtrihej deri aty ku arrinte shikimi, një histori që duhej të kishte mbaruar në një funeral sapo po fillonte. Dhe askush, as Ardiani, as Jona, as Mira, madje as zonja Elena, nuk e imagjinonte se deri ku do t'i çonte ajo e vërtet, çfarë sekretesh do të zbuloheshin ende, dhe sa më shumë dhimbje dhe transformim ishin përpara. Arkivoli bosh në kapel do të mbetej si simbol. Simbol i gënjeshtrave që gati triumfuan. Simbol i një ligësie të heshtur që fshihej pas pamjeve të patëmeta. Por gjithashtu simbol i guximit, i një punonjëseje që refuzoi të pranonte padrejtësinë, dhe i një djali që, edhe pse vonë, zgjodhi të besonte në të vërtetën, sado e dhimbshme të ishte. Dhe ndërsa zonja Elena pushonte, më në fund në paqe dhe siguri, e mbrojtur nga ata që vërtet kujdeseshin për të, betejë e vërtet sapo kishte filluar. Mëngjesi tjetër erdhi me një dritë verbuese që pushtoi dhomën e spitalit ku zonja Elena qëndronte e shtruar. Ardiani kishte kaluar gjithë natën aty, i ulur në një koltuk të parehatshëm pranë krevatit, duke vëzhguar çdo frymëmarrje të nënës së tij sikur të kishte frikë se ajo mund të zhdukej përsëri. Sytë e tij ishin të kuq nga lodhja, por nuk mund të flinte.
Sa herë që mbyllte syt, shihte arkivolin Bosch, dëgjonte fjalët e Valbonës, ndjente shokun e ftohtë të kuptimit se ishte mashtruar për kaq shumë kohë. Zonja Elena u zgjua ngadalë, duke pulitur syt kundër dritës së mëngjesit. Ajo shikoi përreth, e hutuar për një moment, derisa sytë e saj takuan ata të djalit. Një buzëqeshje e dobët u shfaq në buzët e saj të thara. Ti je ende këtu, tha ajo, zëri i ngjirur por i ngushëlluar. Ardiani u ngrit menjëherë duke ju afruar krevatit. Jam këtu, mami. Dhe nuk do të largohem. Kur më nuk do të lejoj që diçka e tillë të ndodhë. Ajo zgjati dorën dhe ai e kapi me kujdes. Gishtat e saj ishin të ftohtë, të hollë, por shtrëngimi që ushtroi ishte real, i gjallë. E dia që do të vije, përshpëriti ajo. U përpoqa të lija gjurmë. U përpoqa të paralajmëroja. Por ajo ishte e zgjuar. Shumë e zgjuar. Mos fol tani, mami. Pusho. Mjekët thanë se duhet të rikuperohesh. Por zonja Elena tundi kokën lehtë. Duhet të tregoj. Duhet të desh. Ajo planifikoi gjithçka. Për muaj me radhë. Ndoshta vite. E kuptova shumë vonë. Ardiani ndjeu një ny në fy. Do të flasim për këtë kur të jesh më mirë. Për momentin, ti je e sigurt. Kjo është gjithçka që ka rëndësi. Jashtë dhomës, Jona bisedonte me Mirën në korridor. Vajza ishte ndryshe. Diçka kishte ndryshuar tek ajo që nga zbulimi në funeral. Ajo shikonte Mirën me një përzierje mirënjohjeje dhe kurioziteti, sikur po shite dikë për herë të parë, dikë që kishte qenë gjithmonë aty por kur nuk ishte vënë re me të vërtetë. Ti e dije që në fillim, apo jo? Pyeti Jona, zëri i ulët. Ti e dije që nëna ime po gënjente. Mira pshertiu, duke u mbështetur në murin e ftohtë të korridorit. Dyshoja. Gjyshja jote më kishte treguar gjëra prej disa kohësh. Gjëra të vogla. Si ndjeje vëzhguar, si telefonatat e saj monitoroheshin, si letrat e saj zhdukeshin. Por nuk kisha prova. Dhe kur u përpoqa të flisja me baban tënd, nëna jote gjithmonë shfaqej, gjithmonë kishte një shpjegim. Ndihesha e pafuqishme. Jona kafshoi buzën, syt e përlotur. Duhej ta kisha kuptuar. Jetoj në të njëjtën shtëpi. Si nuk e kuptova. Ti ishe fëmijë kur gjithçka filloi. Dhe nëna jote ishte shumë e aftë për t'i fshehur gjërat. Për ta bërë gjithçka të dukej normale. Por nuk ishte normale, tha Jona, zëri duke ju thyer. Asgjë nuk ishte normale. Unë thjesht nuk desha ta shija. Para se Mira të mund të përgjigjej, një polic u afrua. Ishte inspektori Petrit Hoxha, një burr në moshë të mesme, me përvojë, me sy që dukej se kishin parë shumë gjatë viteve. Ai i përshëndeti të dyja me një tundje koke respektuese. Zonjusha Jona, zonja Mira. Duhet të formalizojmë disa dëshmi. Nëse mund të më shoqëroni. Ato ndoqën inspektorin deri në një dhomë të rezervuar brenda vetë spitalit, ku ai kishte ngritur një lloj baze të përkohshme për të kryer marrjet në pyetje fillestare. Dhoma ishte e vogël, me mure të bardha dhe një tavolinë të thjeshtë. Inspektori ul në njërin anë, Mira në tjetrën, ndërsa Jona qëndroi në këmbë, e mbështetur në murzonja Mira, filloi inspektori duke hapur një blok shënimesh. Dua të më tregoni gjithçka përsëri, që nga fillimi. Çdo detaj mund të jetë i rëndësishëm. Mira mori frym thellë dhe filloi të rrëfente gjithçka. Si kishte punuar për zonjën Elena për 10 vjet, duke zhvilluar një marrëdhënie që shkonte përtej funksionit të thjeshtë të kujdestares. Si zonja e shtëpis ishte bërë pothuajse një nën për të, veçanërisht pasi Mira kishte humbur familjen e saj në një aksident vite më parë. Si Valbona gjithmonë e kishte trajtuar me një farë ftohtësie, por kjo ishte intensifikuar në muajt e fundit. Si ajo kishte filluar të përjashtohej gradualisht nga rutinat e shtëpis, e penguar të shoqëronte zonjën Elena në vizita mjekësore, e ndaluar të përgjigjej në telefonatat drejtuar të moshuarës. Ishte në muajin e fundit që gjërat u bën vërtet të çuditshme, tha Mira, zëri duke ju dridhur lehtë teksa rijetonte kujtimet. Zonja Elena filloi të më jepte shënime të fshehura. Letra të vogla me mesazhe. Gjëra si ata po planifikojnë diçka, ose mos i beso asaj. Nuk e kuptova mirë. Mendova se ishte paranoj, se ajo ishte e hutuar. Por pastaj, një javë më parë, e gjeta duke qarë në dhomë.
Ajo më tha se Valbona po i vidhte dokumentet, po ndryshonte gjëra, po e bënte të firmoste letra që nuk i kuptonte. Inspektori bënte shënime të shpejta. Dhe ju e konfrontuat zonjën Valbona? U përpoqa. Por ajo më pushoi nga puna në qas. Tha se po shpikja histori, se po përpiqesha të manipuloja zonjën Elena. Më ofroi një pagesë të mirë që të largohesha dhe të mos shkaktoja probleme. I pranova paratë sepse më duheshin, por nuk pranova heshtjen. Vazhdova të vëzhgoja nga larg. Kështu pash kur e morën zonjën Elena nga këtu 3 ditë më parë. Jona, e cila deri atëherë dëgjonte në heshtje, ju afrua tavolinës. A është e vërtet që nëna ime ka ndryshuar dokumentet e gjyshes sime? Inspektori e shikoi vajzën me një farë keqardhjeje. Po e hetojmë këtë. Por ka indikacione, po. Janë gjetur disa parregullsi. Transferta bankare të paautorizuara, prokura false, ndryshime në testamente. Gjithçka shumë mirë e bërë, shumë profesionale. Nëna juaj ka pasur ndihmë nga jashtë. Jona ndjeu këmbët t'i dobësoheshin dhe ju desh të ulej. Imazhi i së gjithmonë aq e kontrolluar, gjithmonë aq e përsosur, filloi të coptohej në mendjen e saj. Nuk ishte vetëm një gënjeshtër e izoluar. Ishte një rjet komplekse, e endur përgjatë viteve, me durim dhe ftohtësi. Pasi mbaroi dëshminë e mirës, inspektori i kërkoi Jonës të rrëfente gjithashtu gjithçka që dinte. Vajza foli për largimin gradual midis saj dhe gjyshes, si nëna gjithmonë kishte një justifikim për të penguar vizitat, si gjyshja dukej gjithnjë e më e lodhur dhe e heshtur në ato pak herë që shiheshin. Foli për biseda që tani kishin kuptim, shikime që tani dukeshin si kërkesa për ndihmë. Ndërkohë, në një pjesë tjetër të qytetit, Valbona po merrej në pyetje në një komisariat. Ajo kishte kaluar natën në një qeli, ende e veshur me rrobat e funeralit, flokët të shprishur, grimi i prishur. Por edhe kështu, mbante një qëndrim të ngurtë, pothuajse sfidues. E ulur përballë 2 hetuesve, ajo mohonte gjithçka me një vendosmëri të llogaritur. Nuk kam bërë asgjë të paligjshme. Vjera ime ishte e sëmur, e dobët. Unë u kujdesa për të. Mora vendime të vështira, por gjithmonë duke menduar për të mirën e saj dhe të familjes. Atëherë pse ishte arkivoli bosh, zonja Valbona? Pyeti një nga hetuesit, toni i thatë. Valbona hezitoi për një sekond, por u përmbajt shpejt. Ishte një gabim i agjencisë funerale. Një gabim i tyre. Unë nuk e dija. Ju e kontraktuat agjencinë funerale. Paguat me para në dorë, sipas regjistrave. Dhe përgjegjësi tashmë ka pranuar se është paguar ekstra për të siguruar një arkivol bosh, pa bërë pyetje. Ai po gënjen. Të gjithë po gënjejnë. Kjo punonjëse, Mira, gjithmonë ka qenë problematike. Ajo manipuloi vjerën time dhe tani po manipulon familjen time. Hetuesit shkëmbyen shikime. Ishte e qartë se Valbona nuk do të bashkëpunonte lehtë. Ajo kishte ndërtuar një fortesë mohimesh dhe përpiqej të mbante çdo pjesë të saj në këmbë, edhe kur gjithçka po shembej rreth saj. Lajmi për funeralin e Rem u përhap si zjarri. Gazetat, faqet e internetit, rrjetet sociale, të gjitha mbulonin rastin me detaje sensacionale. Historia kishte të gjithë elementet që publiku adhuronte, një familje e pasur, sekretet e errëta, një personazh negativ në dukje i padyshim dhe një heroin të papritur në figurën e Mirës. Stacionet televizive dërguan ekipe për të mbuluar çdo kënd. Reporterët rrethuan spitalin, komisariatin, shtëpinë e familjes në blok. Mira u afrua nga gazetarë të ndryshëm. Në fillim, ajo u përpoq t'i shmangte, por përfundimisht u dorëzua dhe dha një intervistë për një stacion lokal. E ulur në një karrige të thjeshtë, në dritën e fortë të kamerave, ajo tregoi versionin e saj të historisë me sinqeritet dhe emocion. Nuk kërkonte vëmendje, nuk dëshironte famë, por donte që e vërteta të dihej. Nuk bëra asgjë të veçantë, tha ajo, zëri i fortë por i ngarkuar me emocion. Thjesht bëra atë që çdo njeri duhet të bëjë. Zonja Elena më strehoi kur nuk kisha askën. Ajo më dha punë, dinitet, më trajtoi si familje. Si mund ta braktisja kur ajo kishte më shumë nevojë? Do të ishte të tradhtoja gjithçka që ajo bëri për mua. Intervista u bë virale. Mira u bë një simbol i besnikërisë dhe guximit. Faqet në rrjetet sociale ndanin rrëfimin e saj duke lavdëruar integritetin e saj.
Shumë komentonin se si punonësit e shtëpisë ishin shpesh të padukshëm, por që Mira kishte provuar se ishin po aq thelbësor dhe të denjë sa çdo person tjetër. Filluan të shfaqeshin donacione, njerëz që donin ta ndihmonin financiarisht duke i ofruar punë, mbështetje. Por jo e gjithë vëmendja ishte pozitive. 2 ditë pas intervistës, Mira filloi të merrte telefonata të çuditshme. Telefoni binte, ajo përgjigjej, por në anën tjetër kishte vetëm heshtje. Kjo ndodhi 3, 4, 5 herë. Ajo mendoi t'i bllokonte numrat, por ata gjithmonë ndryshonin. Pastaj filluan mesazhet. I pari erdhi me mesazh tekst nga një numër i panjohur. Ishte i shkurtër dhe i drejtë për drejtë, ke bërë një gabim. Mund ta ndryshosh ende. Mira ndjeu një të ftohtë në shpinë. Ja tregoi mesazhin policisë, e cila filloi gjurmimin, por numrat ishin të disponueshëm, të vështirë për t'u gjurmuar. Mesazhi i dytë ishte më eksplicit, 50.000 euro që të harrosh atë që pe dhe të ndryshosh dëshminë. Është një ofertë e mirë. Mira nuk u përgjigj. Ajo e dinte se po testoi, po bëhej presion për të parë se deri ku do të shkonte besnikëria e saj. Por sa më shumë e kërcënonin, aq më e vendosur bëhej. Ajo nuk kishte luftuar kaq shumë, nuk kishte rrezikuar kaq shumë, për t'u tërhequr tani nga frika apo paradh. Mesazhi i tretë ishte më personal, e dim që ke borxhe. E dim që motra jote është e sëmurë. Mund të ndihmojmë ose mund t'i komplikojmë gjërat. Zgjidh me mençuri. Kjo e friksoi vërtet. Ata dinin detaje intime të jetës së saj. Dinin për Karlën, motrën e saj më të vogël që luftonte me një sëmundje kronike dhe varej financiarisht prej saj. Dinin për kredit që Mira kishte marrë për të paguar trajtimet. Ishte një pushtim i plot, një demonstrim se kushdo që ishte pas kësaj kishte burime dhe informacion. Mira kërkoi menjëherë inspektorin Hoxha. Ai e dëgjoi me vëmendje, fytyra serioze. Ata po përpiqen t'ju mbyllin gojen. Me siguri njerëz të kontraktuar nga zonja Valbona ose nga dikush i afërt me të. Kjo vetëm konfirmon se ka më shumë të përfshirë se sa mendonim. Çfarë të bëj? Injoroi. Mos u përgjigj. Vazhdo rutinën tënde, por ki kujdes. Do të intensifikojmë mbrojtjen. Dhe nëse ndodh diçka më serioze, na njofto menjëherë. Mira doli nga komisariati duke u ndjerë më e pambrojtur se kurrë. Ajo shikonte mbi supe, dyshonte tek të huajt, ndjente peshën e të qenit në qendër të një betejë që rritej çdo ditë. Por ajo ndjente edhe diçka tjetër, një vendosmëri të palëkundur. Pavarësisht se sa përpiqeshin ta friksonin apo ta blinin, ajo nuk do të tërhiqej. Dhe pastaj, në një vendim të guximshëm që befasoi edhe policët, Mira vendosi ta bënte publike tentativën për ryshfë. Ajo kërkoi të njëjtin stacion që e kishte intervistuar më parë dhe tregoi gjithçka. Tregoi mesazhet, shpjegoi kërcënimet, zbuloi se po përpiqeshin ta mbyllnin gojen me para dhe friksim. Duan që unë të gënjej, të tërhiqem, të them se isha gabim. Por unë nuk isha. Zonja Elena po mbahej rob, e droguar, e fshehur. Dhe unë nuk do të bëj sikur kjo nuk ndodhi. Pavarësisht se sa më ofrojnë apo sa më kërcënojnë. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe intensiv. Historia mori për masa kombëtare. Programet televizive debatonin rastin, ekspertët analizonin implikimet ligjore dhe presionin mbi autoritetet për të zgjidhur rastin shpejt u rrit në mënyrë eksponenciale. Mira u bë jo vetëm një dëshmitare, por një ikon. Refuzimi i saj për të pranuar ryshfetin u pasi një akt rezistence morale në një botë ku kaq shumë përkuleshin para parave dhe pushtetit. Ndërkohë, në shtëpinë në blok, atmosfera ishte e një tensioni absolut. Ardiani ishte kthyer për të marrë dokumente dhe rroba, por e shmangte Valbonën me çdo kusht. Ajo përpiqej të afrohej, të bisedonte, por ai e injoronte. Prania e saj në të njëjtën shtëpi ishte bërë e padurueshme për të. Jona ishte gjithashtu aty, por ishte zhvendosur në dhomën e miqve, duke refuzuar të flinte pranë së-ëmës. Heshtja mes nënës dhe bijës ishte shurdhuese. Valbona u përpoq disa herë të justifikohej, të shpjegonte, por Jona nuk donte të dëgjonte. Çdo fjalë që nëna thoshte tingëllonte false, çdo shpjegim dukej si një gënjeshtër e re. Një pasdite, Ardiani më në fund e konfrontoi Valbonën drejt për drejt. Ai hyri në dhomën e çiftit, ku ajo ishte ulur në krevat, duke shikuar në hiq. Dua të di, tha ai, zëri i kontrolluar por i ftohtë. Pse?
Pse e bëre këtë? Çfarë të bëri nëna ime për të merituar këtë? Valbona ngriti shikimin. Kishte lodhje në ata sy, por edhe një zemërim të shurdhët, një mëri që nuk mund ta fshite më. Ajo kur nuk më pranoi, tha Valbona, zëri i ulët por i ngarkuar. Që nga dita e parë. Ajo mendonte se nuk isha mjaftueshëm e mirë për ty, se isha interesagjie, oportuniste. Dhe e di çfarë është më e keqja? Ti e besoje. Sa herë që ajo insinuonte diçka, ti dyshoje tek unë. Kalova vite duke u përpjekur të provoja vlerën time, dhe asgjë kur nuk ishte mjaftueshëm. Ardiani ndjeu një zemërim në rritje. Kështu që zgjidhja jote ishte ta mbyllje në një klinik dhe të bëje sikur kishte vdekur? Ti vidhje? Të manipuloje dokumentet? Nuk doja të arrinte në këtë pikë, Valbona u ngrit, zëri duke u ngritur. Unë vetëm doja që ajo të largohej nga rruga. Të ndalonte së ndërhyrë. Të na linte të jetonim jetët tona pa gjykime të vazhdueshme. Ajo është nëna ime. Bërtiti Ardiani, duke humbur për herë të parë toruan. Si guxon të thuash se ajo ishte në rrugë? Dhe ti nuk e kupton se çfarë ke bërë? Nuk e kupton seriozitetin? Valbona u tërhoq, e befasuar nga shpërthimi i tij. Ajo u përpoq të rifitonte kontrollin, por ishte tepër vonë. Maska kishte rënë plotësisht. Ti je i dobët, tha ajo, dhe vrazhdësia e pohimit preu ajrin. Gjithmonë ke qenë. Gjithmonë ke qenë i varur prej saj, gjithmonë ke pasur nevojë për miratimin e saj. Mendova se mund të liroja nga kjo. Që mund të ndërtonim diçka tonën, pa atë që rrinte mbi ne. Por ti kur nuk ishe në gjendje të largoheshe. Ardiani shikoi gruan me të cilën kishte ndarë 15 vjet jetë dhe kuptoi se kur nuk e kishte njohur vërtet. Largohu nga kjo shtëpi, tha ai, zëri i akull. Sot. Tani. Nuk të dua këtu kur të kthehem. Valbona hapi gojen të protestonte, por diçka në shikimin e tij e pengoi. Ajo mori disa gjëra shpejt dhe doli, duke përplasur derën. Ardiani mbeti vetëm në dhomë, duke u ndjerë sikur një peshë e madhe i ishte hequr nga supet, por në të njëjtën kohë sikur një pjesë e tij ishte shkulur. Jona u shfaq në derë pak më vonë. Ajo kishte dëgjuar gjithçka. Babi, je mirë? Ardiani tundi kokën, por nuk mundi të fliste. Jona u afrua dhe e përqafoi, diçka që nuk e kishin bërë prej vitesh. Dhe aty, të përqafuar, bab e bi qanë së bashku, duke vajtuar jo vetëm për atë që ishte zbuluar, por edhe për gjithçka që kishin humbur për gjatë viteve të verbërisë dhe mosveprimit. Atë natë, Ardiani u kthye në spital. Zonja Elena ishte zgjuar, më vigjilente se në ditët e mëparshme. Ajo shikoi djalin e saj dhe kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Ti e largove, tha ajo, jo si një pyetje, por si një konstatim. Ardiani pohoi. Duhej ta kisha bërë këtë shumë kohë më parë. Zonja Elena i kapi dorën. Mos e fajso veten. Ajo ishte shumë e aftë për të fshehur se kush ishte në të vërtetë. Edhe unë u vonova për ta kuptuar. Mami, ka diçka që dua të di. Ti the se le gjurmë. Se u përpoqe të më paralajmëroje. Ku janë ato gjurmë? Zonja Elena buzëqeshi dobët. Në vende që vetëm ti do të dije ti kërkoje. Në shtëpi. Në gjërat e mia kam fshehur letra, regjistrime, kopje dokumentesh. Mendova se nëse diçka ndodhte me mua, ti përfundimisht do t'i gjeje. Ardiani ndjeu një vendosmëri të re të rritej brenda tij. Do t'i gjej të gjitha, mami. Do të zbuloj shtrirjen e asaj që ajo bëri. Dhe do të sigurohem që ajo të paguaj për këtë. Dhe kështu, ndërsa nata përparonte mbi Tiranë, ndërsa qyteti vazhdonte ritmin e tij frenetik indiferent ndaj dramave personale që shpaloseshin në cepat e tij, Ardiani e dinte se betejë ishte larg përfundimit. Tentativat për frikësim kundër mirës, konfrontimi me Valbonën, zbulimet që ende ishin për të ardhur, e gjithë kjo ishte vetëm fillimi. E vërteta e plot ende duhej të zbulohej, dhe ai ishte i vendosur ta bënte, pavarësisht kostos. Mëngjesi erdhi i hirtë mbi Tiranë, me re të rënda që kërcënonin shi por nuk vendosnin të derdheshin. Ardiani ishte kthyer në shtëpinë në blok, këtë herë me një qëllim të qartë. Ai duhej të gjente gjurmët që nëna e tij kishte fshehur, provat që ajo kishte përmendur, fragmentet e së vërtetës që do të ndihmonin për të bashkuar enigmën e plotë të tradhtisë që kishte pësuar.
Mira ishte me të, ashtu si edhe Jona, e cila kishte këmbëngullur të ndihmonte. Shtëpia ishte e heshtur, pothuajse fantazmagorike pa praninë e Valbonës. Ishte sikur mungesa e saj të kishte hequr edhe jetën e vendit, duke zbuluar se sa shumë ajo shtëpi ishte bërë vetëm një fasadë, një inskenim i një familjeje të lumtur që kur nuk kishte ekzistuar vërtet. Të tre ecnin nëpër dhoma me kujdes, sikur të kishin frikë të zgjonin ndonjë shpirt të fjetur. Nga t'ia fillojmë? Pyeti Jona, duke shikuar përreth sallonit të gjerë, me mobiljet e tij të dizajnit të shtrenjtë dhe veprat e artit të zgjedhura me kujdes. Ardiani mendoi për një moment. Dhoma e saj. Aty kalonte më shumë kohë. Nëse ka fshehur diçka, duhet të jetë atje. Ata u ngjitën shkallëve në heshtje dhe hynë në dhomën e zonjës Elena. Ishte një hapësirë komode, e dekoruar me mobilje antike që ajo i kishte sjellë nga shtëpia ku kishte jetuar me burrin e ndjerë. Kishte foto në mure, shumë prej tyre të Ardianit ende fëmijë, disa të Jonës foshnjë, të tjera të momenteve familjare që tani dukeshin se i përkisnin një jetë tjetër. Krevati ishte i rregulluar, sikur priste që pronarja e tij të kthehej në çdo moment. Mira qëndroi në derë, hezituese. Ndihem sikur po i shkel privatësinë. Ardiani u kthye nga ajo. Ti nuk po shkel asgjë. Po ndihmon. Nëna ime të beson. Ajo do të donte që ti të ishe këtu. Ata filluan të kërkonin metodikisht. Ardiani hapi sirtarët e komodinës duke ekzaminuar çdo copë rrobe të palosur, çdo shall, çdo objekt personal. Jona kontrolloi raftin e librave duke shfletuar secilin, duke kërkuar për letra të fshehura mes faqeve. Mira ekzaminoi dollapin duke kontrolluar xhepat e palltove dhe fustaneve të varura. Ishte Jona që gjeti gjurmën e parë. Pas një fotografie të kornizuar në komodin, kishte një zarf të vogël të ngjitur me shirit ngjitës. Ajo e hoqi me kujdes dhe e hapi. Brenda, kishte një flet letre me shkrimin e dridhur të zonjës Elena. Ishte një listë datash dhe vlerash, transferta bankare që ajo nuk i kishte autorizuar, dokumente që ishin zhdukur nga arkivat e saj personale. Babi, shiko këtë, Jona ia tregoi letrën Ardianit. Ai e lexoi shpejt, fytyra duke ju tensionuar gjithnjë e më shumë. Janë regjistrime transaksionesh. Mira euro të transferuara nga llogaria e nënës sime në llogari që ajo nuk i njihte. Dhe ka data këtu. Kjo po ndodhte prej më shumë se 2 vitesh. Mira u afrua. Zonja Elena më tha një herë se mendonte se paratë e saj po zhdukeshin. Por kur ajo u përpoq të verifikonte me bankën, Valbona gjithmonë ishte e pranishme, gjithmonë kishte një shpjegim. Thonte se ishin investime, rinovime, gjëra të tilla. Ardiani ndjeu zemërimin të rritej përsëri. Ajo po i vinte nënës sime prej vitesh, dhe unë nuk e kuptova. Si munda të isha kaq i verbër? Ti i besoje, tha Mira butësisht. Nuk ka krim të besosh tek ata që do, por ka krim të jesh neglizhen. Të mos i kushtosh vëmendje. Të zgjedhësh të besosh gënjeshtrat sepse ishte më e lehtë se sa të përballeshe me të vërtetën. Ata vazhduan të kërkonin dhe gjetën më shumë gjëra. Brenda një kutie të vjetër bishuterish, të fshehura në gjerdan dhe byzylyk që zonja Elena nuk i përdorte prej vitesh, kishte dokumente. Ishin kopje prokurash, disa me firma që qartësisht nuk ishin të saj. Kishte gjithashtu raporte mjekësore të ndryshuara, diagnoza që tregonin një pleqëri që ajo nuk e kishte, opinione psikiatrike false që e deklaronin të paaftë për të marrë vendime. Kjo është falsifikim, tha Ardiani, duke ekzaminuar letrat. Nuk është vetëm vjedhje. Është mashtrim me dokumente. Ajo po ndërtonte një rast për ta deklaruar nënën time të paaftë, për të marrë kontrollin ligjor të gjithçkaje. Jona u ul në anën e krevatit, e zbeth. Pse do t'i bënte të gjitha këto? Babai im ka para të veta. Ne jetojmë mirë. Pse i duheshin paratë e gjyshes? Ardiani pshertiu. Nuk ka të bëj vetëm me paratë, Jona. Ka të bëj me kontrollin. Pushtetin. Nino Joe gjithmonë ka dashur të komandoj gjithçka, të ketë fjalën e fundit në të gjitha vendimet. Nëna ime përfaqësonte një pengesë për këtë. Për sa kohë që ajo ishte këtu, e kthjellët dhe e pranishme, nëna jote kur nuk do të kishte kontrollin absolut që dëshironte. Por i çoi gjërat shumë larg, tha Mira. Aq larg sa nuk ka kthim. Ata vazhduan kërkimin dhe Mira gjeti diçka që asnjëri prej tyre nuk e priste.
Në fund të dollapit, brenda një kutie të vjetër këpucësh, kishte një regjistrues të vogël digjital. Ishte një model i vjetër, por funksional. Mira e ndezi dhe zëri i zonjës Elena mbushi dhomën. Ishte një regjistrim i kohëve të fundit, i bërë vetëm disa ditë para se ajo të merrej. Në regjistrim, zonja Elena shpjegonte gjithçka që dinte, gjithçka që kishte zbuluar. Ajo fliste se si Valbona kishte filluar ta izolonte, si kishte kuptuar se dokumentet po ndryshoheshin, si ndihej gjithnjë më shumë e burgosur në shtëpinë e saj. Zëri i saj ishte i qëndrueshëm, i kthjellët, pa asnjë shenjë të konfuzionit mendor që raportet false përpiqeshin të pretendonin. Po e regjistroj këtë sepse kam frikë, thoshte zëri i zonjës Elena. Frikë nga ajo që ajo është në gjendje të bëjë. U përpoqa të flisja me Ardianin, por ajo gjithmonë është e pranishme, gjithmonë ndërhyn. U përpoqa të dilja vetëm, por më vëzhgojnë. Ndiej se po humbas kontrollin e jetës sime. Nëse diçka ndodh me mua, nëse zhdukem ose nëse thonë se kam humbur arsyen, ju lutem, dëgjoni këtë regjistrim. Unë jam e kthjellët. E di se çfarë po ndodh. Dhe kam nevojë për ndihmë. Kishte një pauzë në regjistrim, sikur zonja Elena të kishte hezituar para se të vazhdonte. Valbona nuk është ajo që ju mendoni se është. Ajo është llogaritse, e ftohtë, e aftë për gjithçka për të arritur atë që dëshiron. E kam parë këtë në sytë e saj. U përpoqa ta paralajmëroja Ardianin, por ai nuk deshi të dëgjonte. Ai preferon të besoj se po bëhem paranojake, se po plakem shumë. Por unë nuk jam. Po shoh qartë për herë të parë në vite. Dhe ajo që shoh më frikson. Regjistrimi mbaronte aty. Ardiani kishte lot në sy. Jona qante hapur. Mira e fik regjistruesin me kujdes, sikur të ishte një objekt i shenjtë. Ajo u përpoq të na paralajmëronte, tha Ardiani, zëri i thyer. Dhe ne nuk e dëgjuam. Jona u ngrit pa pritur. Më duhet të dal nga këtu. Nuk mund të qëndroj në këtë dhomë duke dëgjuar këtë. Ajo doli me vrap, duke zbritur shkallët me nxitim. Ardiani bëri të lëvizte për ta ndjekur, por Mira e kapi nga krahu. Lëre të përpunoj. Ajo ka nevojë për një moment. Ardiani pohoi, i raskapitur emocionalisht. Ata i ruajtën të gjitha provat me kujdes në një çantë, duke u përgatitur t'ia dorëzonin inspektorit Hoxha. Por para se të dilnin, Ardiani i hodhi një vështrim të fundit dhomës së nënës së tij, sikur donte të memorizonte çdo detaj, çdo kujtim të lumtur para se gjithçka të njollosej nga ajo që kishte zbuluar. Jona ishte në balkonin e pasëm, duke shikuar kopshtin që gjyshja e saj e kujdesonte me kaq dashuri. Bimët kishin filluar të vyshkeshin pa kujdesin e saj. Jona mendonte për të gjitha pasditet që kishte kaluar atje, duke dëgjuar gjyshen të fliste për çdo lule, çdo pemë, çdo sekret që kopshti ruante. Si nuk e kishte kuptuar se kishte sekrete të tjera, më të errëta, të fshehura brenda vetë shtëpisë? Ajo dëgjoi hapa pas saj dhe u kthye. Ishte Ardiani, duke mbajtur çantën me prova. I gjetëm të gjitha, tha ai. Ose të paktën gjithçka që ajo fshehu. Do t'i çojmë në polici tani. Jona tundi kokën, por nuk lëvizi. Babi, unë kujtoj gjëra tani. Gjëra që në atë kohë nuk kishin kuptim, por që tani kanë. Ardiani u afrua. Çfarë gjërash? Biseda që kam dëgjuar mes mamas dhe njerëzve të panjohur. Telefonata që ajo bënte gjithmonë nga zyra me derën e mbyllur. Herë kur ajo tha se gjyshja ishte duke fjetur, por unë ngjitesha lart dhe shija se ajo ishte e mbyllur në dhomë. Kishte një herë që e gjeta gjyshen duke qarë në banjo. Kur e pyeta se çfarë kishte, ajo tha se nuk ishte asgjë, por tani e di se ishte gjithçka. Ajo po kërkonte ndihmë dhe unë nuk e kuptova. Ti ishe fëmijë, Jona. Nuk mund ta fajsosh veten. Por nuk jam më fëmijë tani. Dhe për sa kohë bëra sikur nuk shija? Për sa kohë zgjodha të besoja se gjithçka ishte në rregull sepse ishte më e lehtë? Ardiani i vuri dorën në shpatullën e së bijës. Ne të dy e bëm këtë. Ne të dy zgjodhëm verbërin. Por tani po zgjedhim të vërtetën. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ata u kthyen brenda shtëpisë dhe u nisën për në komisariat. Inspektori Hoxha i priti menjëherë duke ekzaminuar çdo provë me vëmendje. Regjistrimi, në veçanti, e impresionoi thellësisht. Kjo është ar, tha ai.
Është vetë viktima që dëshmon kthjelltësinë e saj dhe denoncon situatën. Kombinuar me dokumentet e falsifikuara dhe regjistrimet bankare, kemi një rast të fortë. Shumë të fortë. Kur do të arrestoni Valbonën? Pyeti Ardiani. Tashmë kemi një urdhër arresti në proces. Por duam të sigurohemi që kemi të gjitha provat e nevojshme para se të formalizojmë akuzën. Ajo ka avokat të shtrenjtë, burime. Do të përpiqet të mbrohet në të gjitha mënyrat e mundshme. Duhet të jemi të patëmedh. Ardiani e kuptoi. Kishte mësuar se drejtësia nuk kishte të bënte vetëm me të vërtetën, por edhe me procedura, prova, argumente ligjore. Dhe ai ishte i gatshëm të bënte gjithçka siç duhet, sado të zgjaste. Ndërkohë, historia vazhdonte të fitonte jehon kombëtare. Programet e lajmeve debatonin rastin çdo natë. Ekspertët analizonin aspektet ligjore, psikologjike dhe sociale të asaj që po zbuloi. Rasti i familjes së Ardianit ishte shndërruar në një simbol të diçkaje më të madhe, abuzimit të moshuarve, manipulimit shtëpiak, krimeve që ndodhnin brenda shtëpive në dukje perfekte. Organizatat për mbrojtjen e të moshuarve filluan ta përdornin rastin si shembull për fushata ndërgjegjësimi. Komisariatet e specializuara morën një rritje të ndjeshme të denoncimeve, njerëz që më në fund gjetën guximin për të raportuar situata të ngjashme. Funerali i Rem ishte bërë shkëndija e një diskutimi kombëtar se si shoqëria i trajtonte të moshuarit e saj, si familja mund të ishte një vend rreziku kur mekanizmat e mbrojtjes dështonin. Mira gjithashtu u gjend në qendër të një lëvizjeje tjetër. Grupe punonjësish shtëpiak e kërkuan, duke dashur që ajo të bëhej zëdhënëse e një kauze më të madhe. Ajo hezitoi fillimisht, duke u ndjerë e papërgatitur për një përgjegjësi kaq të madhe. Por pas bisedës me zonjën Elena, e cila e inkurajoi të përdorte historinë e saj për të ndihmuar të tjerët, ajo pranoi. Në një konferencë shtypi të organizuar nga një shoqatë e të drejtave të punës, Mira foli hapur për padukshmërinë e punonjësve shtëpiak, se si ata ishin shpesh dëshmitarët e vetëm të abuzimeve brenda shtëpive, por injoroheshin ose kërcënoheshin kur përpiqeshin të ndërhynin. Ne shohim gjithçka, tha ajo, zëri i fortë përballë kamerave. Na trajtojnë si mobilje, sikur të mos kishim sy, vesh apo ndërgjegje. Por ne kemi. Dhe kur shohim diçka të gabuar, kur dëshmojmë abuzime, kemi detyrën morale të veprojmë. Edhe kur kjo na kushton punën, sigurinë, madje edhe lirinë. Sepse ka gjëra më të rëndësishme se parat apo komoditeti. Ka dinjitet. Ka drejtësi. Fjalët e saj bën jehon në të gjithë vendin. Lëvizjet sociale përqafuan mesazhin e saj. Politikanët filluan të propozojnë ligje më të rrepta për mbrojtjen e të moshuarve dhe punonjësve shtëpiak. Rasti kishte pushuar së qeni vetëm për një familje për t'u bërë për të gjithë shoqërinë dhe vlerat e saj. Në spital, zonja Elena ndiqte gjithçka përmes lajmeve. Ajo ishte më e fortë, duke u rikuperuar shpejt tani që ishte e sigurt dhe po merrte kujdesin e duhur. Mjekët ishin të impresionuar me rezistencën e saj. Ajo kishte kaluar një sprovë të tmerrshme, por mendja e saj mbetej e mbret, vullneti i saj i paprekur. Jona e vizitonte çdo ditë pas shkollës. Marrëdhënia mes gjyshes dhe mbesës, e cila ishte shkatëruar gradualisht nga Valbona, por i ndërtohej. Ato bisedonin për gjithçka, për të kaluarën, për të tashmen, për ëndrat që Jona kishte për të ardhmen. Zonja Elena dëgjonte me vëmendje, duke ofruar këshilla kur i kërkoheshin, thjesht duke qenë e pranishme kur ishte e nevojshme. Në një nga këto vizita, Jona pyeti diçka që e shqetësonte prej ditësh. Gjyshe, a mund ta falësh nënën time? Zonja Elena qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Falja është një fjalë e komplikuar, e dashur. Ajo që bëri nëna jote ishte përtej çdo gjëje që mund të imagjinoja. Ajo më mori lirinë, dinjitetin, gati më mori jetën. Por zemërimi dhe mëria vetëm do të më lëndonin më shumë. Kështu që unë zgjedh ta lë të shkoj. Jo për të, por për veten time. Që të mund të jetoj pjesën tjetër të ditëve të mia në paqe. Jona i përthithi fjalët, duke u përpjekur të gjente rrugën e saj mes konfuzionit të emocioneve që ndjente ndaj së ëmës. Nuk e di nëse mund ta fal, pranoi ajo. Sa herë që mendoj për atë që bëri, ndjej zemërim. Dhe trishtim. Dhe konfuzion. Si mundet dikush që e doja, që më rriti, të ketë bërë diçka kaq të tmerrshme? Zonja Elena i kapi dorën mbesës. Nuk ke nevojë t'i kesh të gjitha përgjigjet tani.
Falja nuk është diçka që ndodh me një kërcitje gishtash. Është një proces, ndonjëherë i gjatë dhe i dhimbshëm. E rëndësishme është që të mos lejosh që kjo të konsumojë. Që të gjesh një mënyrë për të vazhduar përpara, për të ndërtuar jetën tënde. Ndërsa bisedonin, Ardiani erdhi me lajme. Policia më në fund kishte mbledhur prova të mjaftueshme. Valbona do të akuzojë zyrtarisht për rrëmbim, mashtrim, falsifikim dokumentesh dhe tentativë përvetësimi. Gjyqi do të ishte i gjatë, por çështja kundër saj ishte e fortë. Përveç kësaj, hetimi kishte zbuluar se Valbona nuk kishte vepruar vetëm. Ajo kishte kontraktuar avokat të specializuar në çështje kujdestarie dhe trashëgimie, njerëz që ndihmuan në krijimin e dokumenteve false. Kishte kontraktuar klinikën ku zonja Elena ishte mbajtur e fshehur, një vend që operonte në kufit e ligjshmërisë, duke ofruar shërbime diskrete për familjet që donin të hiqnin qafe të afërmit e papërshtatshëm. Të gjithë të përfshirët po hetoheshin. Rrjeti ishte më i gjerë se sa kushdo kishte imagjinuar. Inspektori Hoxha zbuloi se ajo klinikë specifike ishte përdorur në raste të tjera të ngjashme. Të moshuar të tjerë ishin lënë atje, të droguar, të harruar, ndërsa familjet e tyre likuidonin pasuritë e tyre. Ishte një skemë e organizuar, e ushqyer nga lakmia dhe mungesa e kontrollit. Zbulimi tronditi vendin. Autoritetet shëndetësore filluan inspektime në klinika të ngjashme në të gjithë vendin. Disa u mbyllën, disa njerëz u arrestuan. Rasti i zonjës Elena ishte bërë pika fillestare për një pastrim të nevojshëm, një reformë të sistemeve që kishin dështuar të mbronin më të pambrojturit. Ardiani, i ulur pranë nënës së tij në spital, i mbante dorën ndërsa shikonin lajmet. Ai ndjente një përzierje të çuditshme, trishtimi për atë që kishte ndodhur dhe shpresë për atë që mund të ndryshonte. Familja e tij ishte coptuar, por nga shkatërrimi po dilte diçka e re, diçka që ndoshta ishte më e vërtetë. Zonja Elena shikoi djalin e saj. Po mendon për të. Ardiani nuk e mohoi. Nuk mund të mos mendoj. Për atë që ajo ishte vërtet. Nëse e kam njohur ndonjëherë vërtet. Nëse kishte diçka të sinqertë mes nesh apo nëse gjithçka ishte një gënjeshtër që nga fillimi. Zonja Elena ia shtrëngoi dorën. Jo gjithçka ishte gënjeshtër, Ardian. Njerëzit janë kompleks. Ajo mund të ketë dashur vërtet në mënyrën e saj dhe prapse prap të ketë bërë gjëra të tmerrshme. Dashuria dhe ligësia nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Ardiani reflektoi mbi këtë. Ishte një e vërtetë e vështirë për t'u pranuar, por ndoshta ishte e vetmja që kishte kuptim. Valbona nuk ishte thjesht një personazh negativ një-dimensional. Ishte një person që kishte bërë zgjedhje që i kushtuan shtrenjtë të gjithëve rreth saj. Jona hyri në dhomë në atë moment, duke sjell lule të freskëta nga kopshti i shtëpisë. Ajo i rregulloi në një vazo pranë krevatit, duke biseduar me gjallëri për shkollën, për miq, për planet e ardhshme. Kishte një lehtësi tek ajo që nuk ekzistonte prej kohësh, sikur një peshë të ishte hequr. Zonja Elena vëzhgonte mbesën me dashuri, duke vënë re ndryshimet. Jona po rritej, po piqej, po bëhej më e fortë përmes vështirësive. Ishte e dhimbshme rruga që e kishte çuar deri aty, por rezultati ishte një vajzë që kishte mësuar të pyeste, të mos pranonte pamjet e jashtme pa hetuar të vërtetën pas tyre. Mira u shfaq pak më vonë, duke sjell supën shtëpiake që kishte përgatitur posaçërisht për zonjën Elena. Të katër personat, të bashkuar nga tragjedia por edhe nga afeksioni i sinqert, ndan një vakt të thjeshtë në atë dhomë spitali. Biseduan, qeshën me gjëra të vogla, gjetën momente normaliteti mes kaosit që ende i rrethonte. Dhe kështu, ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe vjollce, ata e dinin se udhëtimi ende nuk kishte mbaruar. Kishte një gjyq përpara, betejë ligjore për t'u luftuar, plagë emocionale për t'u shëruar. Por për herë të parë pas shumë kohësh, kishte edhe shpresë. Shpresë se e vërteta do të mbizotëronte, se drejtësia do të vijej në vend, se ishte e mundur të rindërtohej mbi gërmadha. Muajt në vijim ishin një vorbull seancash dëgjimore, dëshmish dhe zbulimesh që grumbulloheshin si shtresa të një të vërtete që askush nuk ishte plotësisht i përgatitur ta përballonte. Gjykata u bë skena ku çdo gënjeshtër e Valbonës zbërthehej pjesë-pjesë, ku çdo dokument i rrem ekspozohej në dritën e pamëshirshme të drejtësisë. Salla ishte gjithmonë plot me gazetarë që zinin radhët e para, njerëz të thjeshtë që donin të dëshmonin atë moment historik që kishte tërhequr vëmendjen e të gjithë vendit.
Valbona arrinte në çdo seancë e veshur në mënyrë të patëmet, duke mbajtur një qëndrim dinjiteti që binte në kontrast brutal me krimet që i atribuoheshin. Avokatët e saj, një ekip i shtrenjtë dhe me përvojë, provuan të gjitha strategjitë e mundshme. Pretenduan se ajo kishte vepruar nën stres, se ishte keq kuptuar, se qëllimet e saj ishin të mbronte vjehrën dhe jo ta dëmtonte. Por provat ishin dërmuese. Ardiani ishte i pranishëm në të gjitha seancat, i ulur gjithmonë në të njëjtin vend, duke vëzhguar gruan me të cilën kishte ndar 15 vjet jetë, duke u zhveshur gradualisht nga të gjitha maskat që kishte përdorur. Çdo dëshmi zbulonte një shtresë të re manipulimi. Çdo dokument i paraqitur tregonte një pjesë tjetër të planit të përpikt që ajo kishte ekzekutuar me ftohtësi kirurgjikale. Ishte e dhimbshme, por edhe e nevojshme. Si të shikoje një tumor duke u hequr, duke e ditur se dhimbja e procedurës ishte rruga drejt shërimit. Mira gjithashtu dëshmoi, duke treguar versionin e saj të fakteve me një sinqeritet që preku të gjithë në sallë. Ajo përshkroi se si kishte dëshmuar izolimin progresiv të zonjës Elena, se si ishte përpjekur të ndërhynte dhe ishte heshtur, se si besnikëria e saj ndaj zonjës së shtëpisë e kishte motivuar të vazhdonte të hetonte edhe pasi ishte pushuar nga puna. Kur avokati i mbrojtjes u përpoq ta diskreditonte, duke sugjeruar se ajo kishte interes financiar në këtë rast, Mira u përgjigj me një vendosmëri që heshti sallën. Interesi im është për drejtësi. Zonja Elena më dha dinjitet kur nuk kisha asgjë. Nuk ka para që e paguajnë këtë. Dhe nëse mbrojtja e saj do të më kushtonte gjithçka që kam, do ta bëja përsëri pa hezituar. Fjalët e saj bën jehon në sallën e gjyqit dhe shumë vëzhgues fshin lotët në mënyrë diskrete. Gjykatësi, një burr në moshë të mesme me dekada përvojë, duke i impresionuar nga integriteti i asaj gruaje të thjeshtë që ishte bërë qendra morale e gjithë asaj drame. Jona gjithashtu u desh të dëshmonte, një përvojë që e friksonte thellësisht. Ajo duhej të fliste për marrëdhënien e saj me të ëmën, për atë që kishte vëzhguar gjatë viteve, për dështimet e saj në kuptimin e asaj që po ndodhte. Ishte një moment i një cenueshmërie të madhe, të ishe atje përballë të huajve, duke ekspozuar plagët më të thella të familjes së saj. Por ajo e bëri me një guxim që befasoi edhe Ardianin. Kur avokati e pyeti nëse e donte ende të ëmën, Jona qëndroi në heshtje për një moment të gjallë. E gjithë salla priste përgjigjen e saj. Unë e dua personin që mendoja se ishte, tha Jona më në fund, zëri i dridhur por i fortë. Por ai person nuk ekziston. Ndoshta nuk ka ekzistuar kurrë. Dhe kjo është pjesa më e vështirë për t'u pranuar. Jo vetëm ajo që bëri, por të zbulosh se nëna që njihja ishte një iluzion. Valbona, e cila deri në atë moment kishte mbajtur një shprehje neutrale, u duk se u trondit kur dëgjoi fjalët e së bijës. Ishte shenja e parë e vërtetë e emocionit që tregoi gjatë gjithë procesit. Por ajo nuk tha asgjë, vetëm uli shikimin, sikur më në fund të kuptonte madhësinë e asaj që kishte humbur. Momenti më tronditës i gjyqit erdhi kur zonja Elena u ngjit në bankën e dëshmitarëve. Ajo ishte rikuperuar ndjeshëm në muajt që nga shpëtimi i saj, megjithse ende tregonte shenja fizike të sprovës që kishte pësuar. Por mendja e saj ishte e mprehtë, zëri i saj i fortë, prania e saj komandonte respekt. Ajo foli për vitet që kishte bashkëjetuar me Valbonën, se si ishte përpjekur të jepte nuses së saj përfitimin e dyshimit vazhdimisht, se si kishte kuptuar gradualisht qëllimet e vërteta pas veprimeve sipërfaqësisht të sjellshme. Përshkroi frikën që ndjeu kur filloi të izolohej, pa fuqinë e të parit të lirisë së saj duke u hequr pjesë-pjesë. Foli për drogimin e detyruar, për zgjimin në atë klinik të ftohtë pa ditur se ku ishte apo për sa kohë do të qëndronte atje. Por ajo që i preku më shumë të gjithë të pranishmit ishte kur prokurori e pyeti se çfarë ndjente për Valbonën tani. Zonja Elena shikoi drejt për drejt nusen e saj, dhe heshtja në sallë ishte absolute. Më vjen keq, tha ajo, dhe nuk kishte zemërim në zërin e saj, vetëm një trishtim të thellë. Keqardhje për dikë kaq të konsumuar nga nevoja për kontroll saqë ishte në gjendje të shkatëronte familjen e saj. Ajo kishte gjithçka, një familje, siguri, dashuri. Por nuk ishte mjaftueshëm. Ajo donte dominim absolut. Dhe në procesin e përpjekjes për të kontrolluar gjithçka, humbi gjithçka. Përfshirë edhe veten. Valbona më në fund u thye. Ajo mbuloi fytyrën me duar, supet i dridheshin. Por nuk ishin lot pendimi, e kuptonte Ardiani. Ishin lotët e dikujt që më në fund kuptonte se kishte humbur lojën, se të gjitha lëvizjet e saj të planifikuara me kujdes ishin shembur.
Gjyqi zgjati javë, por vendimi, kur më në fund erdhi, nuk befasoi askën. Valbona u shpall fajtore për të gjitha krimet e akuzuara: rrëmbim, mashtrim, falsifikim dokumentesh, përvetësim dhe grup i strukturuar kriminal. Dënimi ishte jashtëpër vite burg, përveç detyrimit për të kthyer të gjitha paratë e vjedhura dhe për të paguar dëmshpërblime. Bashkëpunëtorët e saj gjithashtu u dënuan, i gjithë rrjeti u çmontua. Kur u lexua dënimi, Valbona qëndroi në këmbë, e ngurtë, duke shikuar përpara. Ajo nuk shikoi Ardianin, nuk shikoi Jonën, nuk shikoi askën. Thjesht doli e shoqëruar nga policët, duke u zhdukur nëpër korridoret e gjykatës, ndërsa blicet e kamerave kapnin çdo sekond të rënies së saj. Ardiani ndjeu një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe trishtimi. Drejtësia ishte vënë në vend, por çmimi kishte qenë i larë. Familja e tij ishte copëtuar, besimi i tij i lëkundur, jeta e tij e transformuar në mënyra që ai kurrë nuk i kishte imagjinuar. Por ndërsa dilte nga gjykata, duke mbajtur dorën e nënës së tij nga njëra anë dhe të së bijës nga tjetra, ai ndjeu edhe diçka tjetër, shpresë. Javët në vijim ishin të rindërtimit. Zonja Elena doli nga spitali dhe, pas shumë diskutimesh, vendosi të kthehej në shtëpinë e saj në blok. Ardiani donte që ajo të qëndronte me të, por ajo këmbënguli se duhej të rifitonte pavarësinë e saj, autonominë e saj, gjithçka që i ishte marrë. Ajo u kthye, por jo vetëm. Mira, e cila ishte ripunësuar zyrtarisht dhe tani merrte një pagë të drejtë dhe kushte dinjitoze, ishte gjithmonë e pranishme. Më shumë se punonjëse, ajo ishte bërë pjesë e familjes. Shtëpia u transformua. Ardiani instaloi kamera sigurie, jo nga mosbesimi, por si mas paraprake. Kontraktoi një infermiere për vizita të rregullta, duke siguruar që shëndeti i nënës së tij të monitorohej siç duhet. Jona filloi të kalonte fundjavat atje, duke ndihmuar gjyshen në kopsht, duke ndarë vaktet, duke rindërtuar lidhjet që ishin pothuajse shkatëruar. Ardiani gjithashtu bëri ndryshime të thella në jetën e tij. Ai kuptoi se kishte kaluar vite duke i dhënë përparësi punës, statusit dhe pamjeve të jashtme në dëm të asaj që vërtet kishte rëndësi. Zvogëloi ngarkesën e punës, delegoi përgjegjësi, filloi të ishte vërtet i pranishëm në vend që të ishte vetëm fizikisht i pranishëm. Ai mësoi të dëgjonte, të vëzhgonte, të mos pranonte përgjigje të lehta kur diçka dukej e gabuar. Një pasdite të shtunë, ndërsa Ardiani ndihmonte nënën e tij të kujdesej për bimët në balkon, zonja Elena foli për diçka që e kishte menduar. E di, Ardian, sado e tmerrshme të ketë qenë e gjithë kjo, solli edhe diçka të mirë. Na detyroi të zgjohemi. Të ndalojmë së jetuari në automatik. Të pyesim, të vlerësojmë, të jemi vërtet të pranishëm për njëri tjetrin. Ardiani pohoi, duke u itur një vazo me Barbaroza. Vetëm do të doja të mos kishte kushtuar kaq shumë. Të gjitha mësimet e rëndësishme kushtojnë shtrenjtë. Kështu e dim vlerën e tyre. Jona, e cila dëgjonte nga salloni, doli në balkon. Ajo kishte ndryshuar dukshëm në muajt e fundit. Më e pjekur, më serioze, por edhe më e fortë. Ajo ishte në terapi, duke punuar për të përpunuar gjithçka që kishte ndodhur, duke u përpjekur të gjente rrugën e saj mes gërmadhave emocionale. Gjyshe, tha ajo, duke u ulur pranë gjyshes. Po mendoja për gjithçka që ndodhi. Dhe kuptova se dua të bëj diçka me këtë. Dua të studioj drejtësi, të punoj për mbrojtjen e të moshuarve. Që ajo që të ndodhi ty të mos u ndodh njerëzve të tjerë. Zonja Elena buzëqeshi, syt i shkëlqenin. Kjo do të më bënte shumë krenare, e dashur. Shumë krenare me të vërtetë. Ardiani shikoi dy gratë më të rëndësishme të jetës së tij dhe ndjeu një mirënjohje të thellë. Ato kishin mbijetuar. Më shumë se kaq, po e shndërronin dhimbjen në qëllim, traumën në motivim për të ndihmuar të tjerët. Mira u shfaq në balkon me një tabaka me kafe dhe biskota. Ajo ishte bërë e domosdoshme jo vetëm si kujdestare, por si anëtare e familjes. Zonja Elena kishte këmbëngulur që ajo të hante me ta, të merrte pjesë në biseda, të trajtohej si e barabartë. Dhe kështu ishte. Ndërsa pinin kafe së bashku, duke biseduar për gjëra të përditshme dhe plane të ardhshme, kishte një ndjenjë paqeje që nuk ekzistonte prej shumë kohësh. Nuk ishte paqja e ignorancës, por paqja e atij që ka përballuar më të keqen dhe ka mbijetuar. E atij që njeh hijet por zgjedh të kërkojë dritën gjithsesi. Historia e zonjës Elena, Ardianit, Jonës dhe Mirës vazhdoi të bënte jehon në shoqëri.
U propozuan dhe u miratuan ligje, duke rritur mbrojtjen ligjore për të moshuarit e pambrojtur. Klinika si ajo ku ishte mbajtur zonja Elena u hetuan dhe shumë u mbyllën. Punonësit shtëpiak fituan më shumë të drejta dhe mbrojtje. Rasti ishte bërë një katalizator për ndryshime sistemike. Mira u ftua të fliste në konferenca, në shkolla, në organizata komunitare. Ajo gjithmonë pranonte, duke ndarë historinë e saj jo për lavdi personale, por sepse besonte se njerëzit e tjerë duhej ta dëgjonin. Që punonësit e tjerë shtëpiak duhej të dinin se kishin zë dhe të drejta. Që familjet e tjera duhej të kuptonin shenjat e abuzimit para se të ishte tepër vonë. Në një nga këto ligjërata, në një universitet plot me njerëz, Mira foli për atë që kishte mësuar. Guximi nuk është të mos kesh frikë. Guximi është të kesh frikë dhe të bësh atë që është e drejtë gjithsesi. Isha e tmerruar kur hyra në atë kapel dhe denoncova farsën. Isha e tmerruar kur refuzova rishfetin. Isha e tmerruar çdo ditë, çdo moment. Por të bësh të drejtën nuk ka të bëj kur me të ndjerit rehat. Ka të bëj me vlerat, me atë që nuk je i gatshëm të komprometosh, pavarësisht kostos. Fjalët e saj frymëzuan shumë. Të rinj që ishin në audiencë vendosën të ndiqnin karriera në të drejtat e njeriut, në asistencë sociale, në fusha që mund të bënin një ndryshim real në jetën e njerëzve të pambrojtur. Punonësit shtëpiak që dëgjuan historinë e saj gjetën guximin të denonconin abuzimet që dëshmonin. Familjet që njohen shenja të ngjashme me ato të rastit të zonjës Elena ndërhyn para se të ishte tepër vonë. Muajt u shndërruan në një vit. Zonja Elena festoi ditëlindjen e saj e rrethuar nga familja dhe miqtë e vërtetë. Festa ishte e thjeshtë, e mbajtur në kopshtin e shtëpisë së saj, me lule që ajo vetë i kishte kultivuar. Ardiani bëri një dolli emocionuese, duke falendëruar për shansin e dytë që të gjithë ata kishin marrë. Jona prezantoi një poezi që kishte shkruar për rezistencën dhe dashurinë. Mira përgatiti pjatën e preferuar të zonjës Elena, një recetë e vjetër familjare që e kishte mësuar gjatë viteve. Gjatë festës, zonja Elena shikoi përreth, duke parë njerëzit që donte, njerëzit që e kishin shpëtuar dhe njerëzit që ajo kishte ndihmuar të formonte. Ajo mendoi për gjithçka që kishte ndodhur, për udhëtimin e errët që gati përfundoi në tragjedi, por që rezultoi në transformim. Më vonë atë natë, kur festa mbaroi dhe të ftuarit u larguan, zonja Elena, Ardiani, Jona dhe Mira qëndruan ulur në balkon, duke vëzhguar yjet që shfaqeshin në qiellin e Tiranës. Qyteti pulsonte rreth tyre, miliona jetë që jetoheshin, mijëra histori që shkruheshin. E dini, tha zonja Elena, duke thyer heshtjen soditse. Ajo që më frikson më shumë në gjithë këtë nuk ishte ajo që bëri Valbona. Ishte sa e lehtë ishte për të që ta bënte. Si shoqëria jon lejon që njerëzit e pambrojtur të manipulohen, të fshihen, të harrohen. Dhe si të gjithë ne, në një farë mënyre, e lejojmë këtë duke mos i kushtuar vëmendje, duke mos bërë pyetje, duke pranuar atë që na paraqitet pa e vënë në dyshim. Ardiani reflektoi mbi fjalët. Ke të drejtë. Unë pranova gjithçka. Besova gjithçka. Sepse ishte më e lehtë. Sepse të besoje verbërisht ishte më pak e mundimshme se sa të hetoje, të pyesje, të ishe vërtet i vëmendshëm. Por tani jemi të vëmendshëm, tha Jona. Dhe gjithmonë do të jemi. Dhe do të mësojmë të tjerëve të jenë gjithashtu. Mira shtoi. Dhe do të kujtojmë se të gjithë kanë vlerë, të gjithë kanë zë, të gjithë meritojnë të dëgjohen. Nuk ka rëndësi nëse janë të pasur apo të varfër, punëdhënës apo punonjës, të rinj apo të moshuar. Dinjiteti nuk është diçka që negociohet. Ata që ndruan në heshtje përsëri, secili i zhytur në mendimet e veta, por të bashkuar nga një kuptim i përbashkët. Kishin kaluar në përzjarr dhe kishin dalë të transformuar. Plagët do të mbeteshin, por edhe mençuria që vinte prej tyre. Në ditët në vijim, Ardiani mori një vendim të rëndësishëm. Ai krijoi një fondacion në emër të nënës së tij, të dedikuar mbrojtjes së të moshuarve dhe mbështetjes së punonjësve shtëpiak. Destinoi një pjesë të konsiderueshme të burimeve të tij për të financuar projektin. Mira u ftua të ishte drejtoresh operacionale, duke përdorur përvojën e saj për të formuar programet dhe për të siguruar që ato vërtet bënin ndryshim. Jona, edhe pse ende studente, u përfshi aktivisht duke përdorur rrjetet sociale për të amplifikuar mesazhin dhe për të angazhuar të rinj në kauzë. Fondacioni filloi i vogël, por u rrit shpejt.
Ata krijuan linja direkte për denoncime, ofruan asistencë juridike falas për rastet e abuzimit, krijuan programe edukimi për familjet dhe kujdestarët. Çdo jetë që preknin, çdo situatë që ndihmonin të zgjidhnin, ishte një fitore kundër llojit të së keqes që gati kishte shkatëruar familjen e tyre. Valbona po vuante dënimin në një burg shtetëror. Ardiani nuk e vizitonte, por Jona shkoi një herë, pothuajse një vit pas gjyqit. Ishte një bisedë e vështirë, plot heshtje të sikletshme dhe pyetje pa përgjigje të kënaqshme. Valbona u përpoq të justifikoi, por fjalët e saj tingëllonin boshe. Jona doli prej ande jo me falje, por me një mbyllje. Ajo kuptoi se nëna e saj ishte njerëzore, me të meta, e aftë për zgjedhje të tmerrshme. Dhe se ajo, Jona, nuk duhej të mbante peshën e atyre zgjedhjeve. Kopshti i zonjës Elena lulëzoi sikur më parë. Bimët që ishin vyshkur gjatë mungesës së saj tani rriteshin të harlisura, plot ngjyra, të gjalla. Ajo kalonte orë të tëra atje, duke u kujdesur për secilën, duke biseduar me to si me mike të vjetra. Ishte forma e saj e meditimit, e shërimit, e lidhjes me diçka më të madhe se trauma që kishte pësuar. Një pasdite veçanërisht të bukur, me diellin që filtrohej në përgjethet e pemëve duke krijuar modele drite dhe hije në tokë, zonja Elena ishte në kopsht kur Mira i u bashkua. E di, Mira, tha zonja Elena, duke shkullur barrat e këqija rreth një parcele me trëndafila. Kam kaluar shumë kohë duke menduar për të keqen. Se si njerëzit e mirë mund të bëjnë gjëra të këqija. Se si e keqja nuk është gjithmonë e dukshme dhe e zhurmshme. Ndonjëherë është e heshtur, e llogaritur, e fshehur pas buzëqeshjeve dhe sjelljeve të mira. Mira pohoi, duke ndihmuar me barrat e këqija. Është e frikshme të mendosh për këtë. Por kam menduar edhe për të mirën. Për ty, një person që nuk kishte asnjë detyrim ligjor ndaj meje, por rrezikoi gjithçka. Për djalin tim, i cili edhe pse i verbër për kaq shumë kohë, më në fund hapi sy. Për mbesën time, e cila gjeti forcë aty ku nuk e dinte se ekzistonte. Edhe e mira është e heshtur ndonjëherë. Por është më e fuqishme. Sepse bazohet në diçka reale, diçka të qëndrueshme. Ato punuan së bashku në heshtje për një kohë, dy gra të brezave dhe prejardhjeve të ndryshme, të bashkuara nga një përvojë e përbashkët mbijetese dhe transformimi. Kur dielli filloi të perëndonte, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz, Ardiani dhe Jona mbërritën. Ata darkuan së bashku në balkon, një vakt i thjesht i përgatitur nga Mira, duke ndarë histori të ditës, duke qeshur me gjëra të vogla, duke gjetur gëzim në momentet e zakonshme që më parë merreshin si të mirëqena. Dhe aty, në atë balkon, në atë shtëpi që gati ishte bërë një varr por ishte shndërruar në një shenjtërore, ata gjetën diçka të çmuar, sigurinë se kishin mbijetuar jo vetëm fizikisht, por emocionalisht dhe shpirtërisht. Se kishin marrë më të keqen që jeta u kishte hedhur dhe kishin ndërtuar diçka më të mirë se sa kishte qenë më parë. Historia e tyre nuk ishte për një fund të lumtur perfekt. Ishte për njerëz të papërsosur që përballeshin me situata të pamundura dhe zgjidhnin të bënin atë që ishte e drejtë, edhe kur ishte e vështirë. Ishte për rëndësinë e të qenit i pranishëm, të kushtuarit vëmendje, të vlerësuarit të atyre që duan para se të jetë tepër vonë. Ishte për njohjen se dinjiteti dhe respekti nuk janë luks, por të drejta themelore të çdo qenie njerëzore. Dhe ndërsa nata binte mbi Tiranë, ndërsa miliona drita ndizeshin duke formuar një ysi urbane që shtrihej deri në horizont, ata 4 persona e dinin se kishin përballuar errësirën dhe kishin dalë me dritën e tyre. Një dritë që tani e ndanin me të tjerët, duke ndriçuar rrugë për ata që ende ecnin në hije. Udhëtimi kishte qenë i dhimbshëm, por i nevojshëm. Funerali i rrem që gati shkatërroi një familje përfundoi duke qenë fillimi i një transformimi që preku jetë të panumërta. Dhe në fund, ata kuptuan se ndonjëherë duhet që gjithçka të shembet në mënyrë që të mund të rindërtojmë diçka të vërtetë, diçka të fortë, diçka të denjë për të ruajtur. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Elena, Ardianit, Jonës dhe Mirës të ketë prekur thellë zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim guximi, besnikërie dhe transformimi, lini një pëlqim këtu në këtë video, abonohuni në kanal dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë nga historitë tona. Na tregoni në komente cili ishte momenti që ju preku më shumë, çfarë ndjet duke ndjekur çdo zbulim, çdo sfidë të përballuar nga këta personazhe kaq njerëzor dhe real. Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, rrëfime që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi jetët tona, vlerat tona, zgjedhjet tona.
Ndajeni këtë video me dikë që ka nevojë të dëgjojë këtë mesazh shprese dhe rezistence. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë ta shihni jetën në një mënyrë tjetër. Deri atëherë, mbani mend gjithmonë, guximi nuk qëndron në mungesën e frikës, por në bërjen e gjës së duhur edhe kur gjithçka duket e pamundur.